Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të mbërrijë sonte në Beograd, ndërsa nesër në bisedoj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Đuro Macud. Von der Leyen është në një turne në vendet e Ballkanit perëndimor, të cilën e filloi dje në Shqipëri dhe vazhdoi në Maltezi, Bosnë e Hercegovinë dhe më pas në Beograd. Do të vizitoj edhe Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Në agjendën e turneut të saj janë progresi i vendeve të rajonit në rrugën europiane dhe plani i rritjes në vlerë prej 6 miliard eurosh, ndërsa sot në Podgorica ajo deklaroi se ekziston mundësia që mali i zi të mbyll deri në 5 kapituj negociues deri në fund të këtij viti. Mandatari për formimin e qeverisë së Kosovës Albin Kurti tha se ende nuk ka filluar bisedimet me asnjë parti në lidhje me formimin e një qeverie të re, por se planifikon të fillojë këto bisedime në ditët në vijim. Kurti tha se ditët e fundit është i angazhuar në analizën e rezultateve të zgjedhjeve dhe vlerësimin e kontributeve të fushatës nëpër komuna dhe për këtë arsye ende nuk ka pasur takime rreth qeverisë së re. Mimoza Kusari Lila, deputete e koalicionit të mbledhur rreth vetëvendosjes, thotë se qëndrimi i koalicionit është që të mos bashkëpunojnë me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe në lidhje me formimin e qeverisë së re. Kusari Lila thotë se bisedimet tashmë kanë filluar, por se ende nuk ka asgjë konkrete. Pas Albin Kurtit, edhe kryetaria e partisë Guxo Donika Gërvalla gjithashtu shprehu dyshime për ndërhyrjen dhe manipulimet të qëllimshme në raportimin e sondazheve dalse për komunën e Mitrovicës së Jugut. Gërvalla pretendon se lajmet dhe rezultatet e rreme u publikuan para përfundimit të votimit dhe se shpërndarja e sondazheve dalse me atë që ai e quajnë diferencë skandaloze prej më shumë se 16% nga më shumë se një organizatë, është një rast i pa precedent që shkel drejt për drejt integritetin e procesit zgjedhor. Miloš Pavković nga qendra Beogradit për politika europiane vlerësoi se pas zgjedhjeve lokale aktorët politik në Kosovë janë më afër zgjedhjeve të reja jashtëzakonshme se sa një koalicion për të formuar qeverinë e re. Pavković deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës e shpalli veten fituese jo zyrtare të zgjedhjeve lokale sepse fitoi më shumë komuna në rundin e parë, siç vazhdon ai. Kjo pa qartë se në konferencën për shtyp të Albin Kurti dje, kur ai u detyrua të pranonte se lëvizja e tij fitoi vetëm 3 komuna në rundin e parë. Nga ana tjetër, afati i formimit të qeverisë po skadon me 26 tetor dhe rundi i dytë i zgjedhjeve lokale nuk do të mbahet deri me nëntor, kujton Pavković. Profesori universitar Mazlum Baraliu beson se në zgjedhjet lokale asnjë parti politike nuk mori atë që prishte dhe se periudha kohore deri në rundin e dytë do të jetë shumë interesante, pikërisht duke pasur parasysh se afati për formimin e qeverisë së Kosovës po skadon. Siç theksoi ai, si në zgjedhjet qendrore ashtu edhe në ato lokale, qytetarët u dhanë partive politike udhëzime të qarta se çfarë të bëjnë në periudhën e vijim, por partitë, siç pohon ai, deri me tani nuk e kanë respektuar zërin e qytetarëve. Këtë herë qytetari dha mendimin e tij dhe ndëshkoi çdo parti politike, thot Baraliu. Shkolla fillore Rajku Urošević në Gotovush festoi sot 128 vjetoren e ekzistencës dhe punës me një program të përshtatshëm të organizuar në fushën sportive të shkollës. Ceremonia filloi me himnin e shkollës, i cili u kështua mësuesit të parë Rajku Urošević, emrin e të cilit mban kjo shkollë, me pas u kënduan recitime, këngë dhe skeqe. Mësuesja e gjuhës dhe letërsisë serbe Milena Simić tha se ata punuan shumë për të përgatitur programin dhe se shumë ide erdhën nga nxënësit. Ligjëruesi në Universitetin John Hopkins Edward Joseph beson se me modelin amerikan të Kosovës për Donbasin dhe Serbinë dhe antarësimin e Kosovës në NATO, presidenti Donald Trump mund të arrijë një fitore historike që ndryshe ekuilibrit gjeopolitik. Joseph vëren se Trumpi mund të jetë gati të heqë dorë nga përpjekjet për të ndalur luftën ruse dhe sugjeroi që presidenti amerikan të zhvendos vëmendjen e tij nga fronti Ukrainës në Ballkan, ku siç pohon ai, Amerika dhe aleatët e saj kanë ndikim më të madh strategjik.
Moti nesër në Serbi do të jetë me ndrimin e diellit dhe vranësirave, por do të jetë pak me ftohtë me erë të dobë dhe të lehtë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 17 gradë Celsius.